Alesja, po nis me ty. Ku ka qenë era e fundit që ke folur me komshien tënde, nëse ke komshin? Unë faktikisht komshiet I flas çdo javë, pasi shkoj çdo javë te familja në Elbasan dhe çdo javë pa diskutimi përshëndes sepse në qytet atje kemi pas raport shumë të ngushtë me komshiet, raport të afërt, miqësor, familjar dhe pa diskutim që I përshëndes me shumë respekt. Kurse këtu në kryeqytet ku kam jetesën time, s'fara më bie faktikisht I përshëndes për shkak të impenjimeve të angazhimit, po jo dhe një raporti të afërt, sepse ndryshe ka qenë në një vend ku je lindur, je rritur dhe pa diskutime dhe raporti me komshiot ka qenë më I afërt. Do me thënë nëse ti e ndarë mendje për të shkuar në Elbasan me ne të tretë, së pari takojmë komshin të to. Është një nga arsyet të udhëtimit drejt Elbasanit. Po a e njeh këta në Tiranë apo jeta është kështu kaq dinamike ti shkon në shtëpisa për gjumë dhe kaq? Është shumë dinamike pasi un kam një impenjim me politikën, me shkrimin, me avokatinë dhe pa diskutim. Do komshimet të politikës, jeton në një lagje me ta. Nuk më del koha faktikisht, zgjohem mëngjes dhe pa diskutim që kam një ditë ngarkuar dhe shkoj në shtëpi për të fletur gjumë. E kuptova. Me që na përmendëm mëngjesin, ti zgjohesh tani në mëngjes, në programin tënd të mëngjesit. Shumë herët more. Shumë herët. Në 5 jam zgjuar. Je justifikuar që në 5 nuk të del njëri përveç teje në lagjen tënde. Po. Në fakt është gjithmonë një, nuk e di, ai është I lagjes, mbas se më shikon me këto bluzat e mia që je ku rosti, bëj gati, edhe më shikon shumë çuditshëm, edhe nuk më vjen t'ja këndoj atë këngën. Oj gjitone, bukur gjiton. Se mirë do ishte edhe femër, po që ja se kemi këtë fakt. Kam dy arsye me këngë, tha ku ta shpi ky djalë. Franci është dimensional. Dy arsye që të doja unë sot në panel. E para njerë se në Korçë thonë që bëhet nami me komshinë me dallavere, dhe e dyta se në Amerikë ka një raport shumë radikal ku thonë që njerëzit they don't care nuk e vrasë mendjen për njëri tjetrin. Tani ti shkove nga një realiteti I ëmbël I Korçës nga një realiteti ftohtë I Amerikës? Më thënë drejtën vajta nga një Amerikë siç është Korça te një Amerikë vërtet që është Amerika për atë punë se dha ndej kishte shumë shqiptar, unë pata fatin që të takoja dhe dy zonja që ishin njëra nga Elbasani, tjetra ishte nga Korça. Seriozisht? Po, në Brooklyn atje jetonin, si më thënë në lagje, kishim Gravesen që ajo lagja, kështu që nuk është se më mungoi shumë fort kjo ideja që Jo, po dhe ato flasin në fakt, pavarësisht se ne themi që kanë ruajtur shqipen. Absolutisht, jo për shqipen, në komunikim. Për Amerikanët. Për Amerikanët. Madje përshëndesin dhe pa të njohur. Po varet ku ke gocën timi Klaudio tani në çalagje. Jo, përshëndesin pa të njohur, ja, është ta vërteton. Jo, është vërtet, por varet çike edhe nga zona sekuriste. Në Manhattan nuk është se ta fshëllente njëri kur I thon fjalën, e kupton? Kurse në Brooklyn ku jetoja unë, ajo lagja ishte më e mbledhur sigurisht. Njerëzit ishin më të afërt me njëri tjetrin. Kam një episod shumë të bukur në fakt që përpara sa të kthesh, ka qenë qershor, gjithë lagja u bë bashkë sepse xhirohej një film atje. Edhe dolën të gjithë komshin me njëri tjetrin, edhe isha shumë, si thua, I lumtur që entuziast që rastisa dhe unë atë fiks në atë moment, edhe ishte shumë interesante, sepse ti shikon një lagje të gjithën që ngrihet dhe merr pjesë në një... E mos ata janë ngritur në Amerikë të paguan Hollywoodi, po leri këto... Që dua ti them ato gjëra. Se të paguaj në Amerikë. Kurse më fal, them edhe këtë. Korçës I ka dalë nami kot që llafosin njerëzit. Sema ato pastojnë rrugica, ata vërtet që llafos. Po nuk e pranoj. E po tash çik me llafos. Po nuk e pranoj. Llafosin po çalla fosin, aty është halli tani. Klaudia, është mirë me I pas raportet e forta? Brezi juaj, Pindritan, ne kemi hyrë, kemi dal, kishim gëzime derat dyert kanë qenë hapur. Nuk e di nëse egzagjeroj unë, po një ndër gjërat më të mira, sepse ne themi që kemi të afërmit tan. Unë të gjithë të afërmit e mi nga njëra dhe nga ana tjetër I kam jashtë. Pra çdo zgjidhje dhe çdo gjë, po si unë edhe shumë I kesha të mijat, e gjejmë, si më thënë, brenda pallatit në rasti konkret. Dhe mendoj që Edhe sot? Edhe sot. Unë prandaj ke vite, jeton në këtë apartament ku ke vite? Që në vitin 2001 kam në këtë pallat që është ndërtuar dhe pra ka 25 vite që Klaudia hyn e del në atë pallat. Për fat kemi komshi shumë të mirë, kemi edhe pse jemi mosha të ndryshme, prap kemi gjetur një gjuhë të përbashkët për gjitha dhe problematikat që normalisht ka një pallat për mbarvajtje, si thuash, dhe gjithë shka tjetër, por njëkohësisht edhe për shoqëri. Shtëpia ime ka qenë historikisht plot me komshie, sepse kam pasur dhe shoqërinë që I ftoja dhe komshit që I kam pasur pak a shumë të një moshe dhe mendoj që ku më mirë, kur flas gjithmonë, kur ti gjen një gjuhë të përbashkët, kur ti ke një nivel të njëjtë, pra nuk është çështja të mbijë me komshit për të bërë, për diskutuar, për të folur, për të marrë tashateme. Jo. Por më tepër pastaj edhe ato janë pjesë, nuk diskutohet, por ideja është
që për shumë dhe kur ke një hadhe një nevoj, janë pikërisht të komshit që janë, si thua, emergjenca e parë. Ti shikon ende real, ka njerëz në Tiranë që ti trokasësh të kesh një problem që ti thua që janë dashamirës, po, në rastin tënd ka. Farkosi më farkosi. Në farkosi nuk kemi pasur nevoj, po kam ide, nëse do kërkonim, do më jepnin. Pra, po, ke drejtë, që kjo. Atje duket komshim. Të farkosi. Patjetër, ku ka Ti the me Elbasanin, po besoj nuk jeton këtu në një pjesë të braktisur të Tiranës. Jo, absolutisht. Me qëra fjalla, ku jeton Alesa, apo është sekret personal? Kodër dyshi jetoj, prej shumë vitesh jetoj aty tashmë. Kam një raport pa diskutime, 2-3 komshish janë afer që i njoh prej kohësh, që përshëndetemi gjithmonë, por që në një kontekst që të kem raport shumë të afer, si që e thash, për shkak të impenjimeve të mia, nuk e kam, sepse... Karakterin social, për shembull, dikur ne kena pasur dhe çelësat të njëri tjetri. Dhe kur themi çelësa, ti mund të hyje dilet e shtëpia ime pa frikë. Sa për të çelësat është too much, nuk unë personalisht nuk i çelësat e shtëpisë as. Kur them çelësa, kuptimin e aksesit në shtëpi. Unë absolutisht jo, dhe jo nuk kam frikë, po jam pak natyra që e ruaj pak atë privatësinë time dhe pa diskutim që e kam të shenjë. Kjo nuk ka të bëj me tjetrin, ka të bëj me mua si person, me sendet e mia, me gjërat e mia, dhe kur e kam diçka më shumë e rakt, nuk ja lë mami tim, nuk e më besim që komshia... Nuk e kam tek komshiu, është tek pjesa ime personale me sendet edhe gjërat e mia. Nuk ka të bëj me raportin tim me tjetrin. Jo, unë dua që ju pas emisionit të tretë të flisim me komshin. Ata ta kenë të qartë që ne nuk po flasim me emra konkret, po dua të kuptoj si institucion social që është më besimi sot në raportin e fqinjësisë. Ti kur thua, unë kam disa gjëra, 3 varse të shtrenjta dhe 2 bërzylyk, ke frikë se po të futet Franci, do t'i marri, e thënë në zhargonin banal? Jo, nuk është tek këtu mesazhi, është tek pjesa që sendet personalit, minjat, personalisht janë të shenjta dhe nuk kam dëshirë që t'i lëj askujt çelësin e dhomës time, e gjërave që janë private. Po termali, presupozohet që personit që ja lë ke shumë të besuar. Unë ja lë mi kesh stime, po. Ja lë mi kesh stime, po nuk e çoj në përmend që të futet në shtëpi dhe të më. E kuptoj, por që absolutisht unë vetë nuk e lë çelësin. Kjo natyrë jam, po. Franci? Nuk e kam të gjërat fizike, se dua ta bastardojmë bisedën që u fut Klaudia kur ti isha në punë. Se LBT nëse shkon në raportin në këtë pikë. Po flas tek prindrit tanë që ja jepi Mirandës, se ke... Do ta bëj shumë konkrete, gjën, prindrit e mi vazhdojnë të jetojnë në Korçë, në fshat, në Biranj, dhe atje ne kemi një lidhje më të ngushtë mbase se sa në qytet. Jemi disa familje që jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën, nuk jemi kushërinj me njëri tjetrin, por thjesht kemi atë idenë që jemi bashkëfshatar, jemi në një lagje, jemi në një zonë, edhe me këto familje besimi është një lloj siç ka qenë dikur më përpara. Pra ne ruhet dhe sot. Patjetër, po, patjetër. Flas për Korçën, flas. Izolimi mendon që fshati e ka për shkak të rrethit më të ngushtë. Besoj se po. 100 veta e dinë si janë ata 99 të tjerët. Besoj se po, sepse ti ke njohur praktikisht për shumë vitesh këta njerëzit, nuk është se i njohet dje, dhe besimin e ke krijuar prej vitesh, kështu që kjo gjëja funksionon edhe sot e kësaj dite. Dhe jo vetëm për Chelsea, por për çfarëdo lloj gjëje, të lutem kujdesu për shtëpinë time, sepse unë tani do ikim me pushime 2 javë. Kujdesu për gjërat e kështu me radhë. Pushimeve, bravo, ka pasur shumë në ato kohë që ja lije me mirëbesim. Por janë të pakta tani. Sot ti në Tiranë ndjen ta bësh të gjë, nëse vjen në lagjen time ke një Klaudia nga Berati, një Ermal nga Lezhë, ke Alesja nga Tropoja, jo? Po na njëtë do na i linte. E po duhet kalojnë farë kohë, kjo është ideja. Po a ke nerva ti sot me një komshit, se është e bukur që tha Klaudia, po ti njije. Po të kisha nerva unë isha martuar, o Ermal. Ti thua komshin. Erozoni këtë programe, rikthej nga fillimi, a kemi nerva sot Klaudia? Ose çojnë disa komshiet bukura, pastaj kjo është një zgjidhje tjetër, si thua. Po, kjo do ishte interesante, shumë Klaudia. Ka humbur edhe dëshira për të njohur Klaudia njerëzit? Po do t'ja lëshë si ishte? Këtu ndryshon tematika bisedës tash. Kështu për emision tjetër këtu tani. Në Amerikë tani e do gotë shqiptare. Ore kam gjetur për kam lënë andez, thjesht dua të tregoj, po. Flasim për komshin akoma. Do të thonë arsyeja e shkuarit së në Amerikë ishin letrat, e kuptova. Mos e merren me llafe njerëzit. Komshin. Aq duan komshin dhe fillojnë pastaj. Ka dëshirë për të njohur? Unë mendoj që është çështje individuale. Unë jam një tip Nuk dua unë ta bëj bisedën shumë radikale, po shumë veta në ascensor as nuk njihen, edhe kur i thot dëgjoj se është komshia, thua vërtet, okay, përshëndetje. Në fakt ndodh në pallatet e reja, si më thënë që në normale kemi ato lëvizjet me ascensor, shpeshherë të ndodh që
thuash, pse komshti kam këtë, kur vinë këto të rinë të paktën. Komshti kam këtë, sepse ndodhë që kemi edhe shumë formate zyrash, formate që, pra, jashtë... Apartamentet janë shtëruar në vend të pune. Kështu që në këtë sens kemi dhe të rinë në palat, por që realisht, çfarë jemi që kemi ardhur që nga 2001 në atë palat, edhe pse nuk shikojmë shpesh në ashensor, kurdo që shihemi, dhe mendoj, e nisa këtu, më thënë, kurdo që shihemi flasim, po, mendoj që është çështje personale, gjithë secili ka një formë të vetën, një mënyrë të vetën për të dashur për të njohur dhe socializuar. Është zonja që pason në mëngjes shkallë, kur dal për të shkuar në punë i plas gjithmonë, dhe thotë, këtu për shkak më bën përshtypje që thotë, jo shumeta më flasin. Më bën shumë përshtypje sepse pse duhet dikush, si thua, të jetë në atë pallat që ka një status të caktuar që ti flasësh dikujt. Do shta në rastin të bën përshtypje si personazh publik dhe ti je shumë e këmbëtor, gjithmonë ke qenë. Do shta këtë drejtimi që thotë Klaudia na flet, që është atribut për ty. Fakti që më ka thënë ka ardhur keq, në fakt, sepse mendoj që ato që unë e konsideroj si komshije si mikesh, pa vëngisht tek asnjëra, nuk kanë pse të mos përshëndesin të gjithë njerëzit që janë aty pjesë për të mirën tonë, për pastërtinë tonë. Keni vënë edhe kur del edhe qoftë në Greqi që njerëzit salutohen kur shkojnë në dyqanin e bukës, salutohen kur në Shqipëri. Unë nuk e di pse mendoj është shumë edhe në rastin në afër Greqisë. Po unë nga që e kam vetë shumë, unë e kam vetë gjithandej kudo që jam dhe më pëlqen shumë që si strukturë në trurin njerëzor duhet ndërtohet një mirëmëngjesje edhe në Amerikë, prandaj më ka rastisur të jetoj edhe në Amerikë dhe përshëndesi njerëzit. Edhe nëse nuk të njohin fare, një përshëndetje e kanë. Po, i kanë dhe unë mendoj që është gjë më e bukur që dikujt t'i japësh një buzëqeshje dhe një urim për mëngjesin, për ditën, për baktin që takon. Po ja se shkuam shumë larg. Në Gjermani për shembull ekziston si perceptimi që ata të flasin fare. I me motrën e tonë atje, unë kam shkuar disa herë edhe kam jetuar, jo morën ngresht në mëngjes, morgan njëri, morgan tjetri, e kupton, janë edhe ata. Në Shqipëri plaç. Asa tës ta thonë normal. Më mirë të të thonë një fjalë që sa mos të të thonë gjë, e kupton? Kështu që ka një snobizëm, Alesja, e ndjen që njerëzit janë bërë më të ftohtë, nuk komunikojnë, ti shqetësohesh nëse disa njerëz përballë edhe të parë një orë nuk të komunikojnë, i që statusin publik, dalë publike. Ma faktikisht më përshëndesin. Të përshëndesin se të duan apo se është pozicioni jot, Alesja? Nuk e vuaj atë pjesë, unë e marr për respekt përshëndetjen dhe pa diskutim që edhe unë i përshëndes njerëzit, sepse pa diskutim duhet jetë komunikimi mbi të gjitha me komunitetin për shembull ku jeton edhe plus edhe pjesa që je figurë publike dhe pa diskutim që edhe për pjesën politike që unë aderoj e kam më shbërë zakon të përshëndes njerëzit dhe nuk e nëzirë të nga elektoratin. Nëse nuk e bëm, ke frikë se dukesh si arogante që të non imazhin tënd? Jo, as pak, unë e ndjej ta bëj, mos e ndjeja nuk do ta bëja sepse kam vërtetuar që nuk jam nga ato personazhe që më intereson se çfarë do mendojnë opinioni publik. Unë bëj diçka kur e ndjej që duhet ta bëj vetë dhe po që është mirë me veten time, nuk më intereson se çfarë mund të mendojë opinioni publik rreth sjelljes time, por që mirësjellja, edukata dhe pa diskutim përshëndetja janë normat dhe rregullat kryesore në një shoqëri. Që i kemi sot apo i kemi zhdukur në kohën e parë të lagjes? Patjetër që i kemi, por që brezi i ri që po vjen tani është shumë larg këtyre rregullave pasi kanë krijuar tjetër standard, tjetër epokë dhe kemi ardhur më shumë tek këto digjitale se sa tek dashamirësia, tek personi, tek komshiu, tek një bisede këndshme dhe janë më shumë tek rrjetet sociale, janë më shumë njerëz digital dhe unë jam tek ajo gjëja që më pëlqejnë njerëzit real, jo këto fake. Po, këtu da ta bëja këtë diferencën edhe te pjesa e përshëndetjes, jo vetëm me komshin, po në i pret që të jetë Franci i parë apo je dashamirë? Për shembull, imazhi që ti të jep. Përshëndes dhe vet. Dalo Alesja ta mbarojmë fjalin. Imazhi që ti krijon është një zonjushe të rënd, arrogante, politika. Në Shqipëri janë këto imazhet e grave të forta. Pret të përshëndesi Franci, apo ke për ullin që ti eshe mirë sjellur me këto? Përshëndes dhe vetë. Përshëndes dhe vetë, pa diskutim, sepse, si që ta thash, nuk e bëm për elektorat këtë që tha Klaudia. Jo, është edukat. Hajde ndaja të kufirin në një. Qoftë se shoh dikoj që është më i madh më se unë, normalisht duhet ta përshëndesun, sepse me këto rregulla jam mësuar në familjen time, me këto edukat ka marrë që e vogël dhe pa diskutim atë do transmetoj. Pastaj nëse është moshatar, ose do më përshëndesi ose do e përshëndes. Për shembull, me Klaudin këtu e pam, isha unë që fola e para, rasti konkret tani. Klaudia, shkruaj. Po në fakt po vjen mikrofoni se kisha folur unë. Ti për Klaudin të japun dëshmi që do të flasin qinder tani tutje, po. Një gjë shumë të vogël që mua më bën përshtypje sot e kësaj dite. Po, mos është e madhe, e vogël është. E vogël është.
Do të thoja më dhe po t'ishte madhe. Në këtë rast është e vogël se ka të bëjë me njerëzit me fëmijët e vegjël. Të paktën unë kur kam qenë i vogël, sa herë që dilim nga shkolla dhe shikonim dikë në rrugë, ishte drek, ne i thoshim mirëdita. E kishim gjithmonë këtë, flas për në Birajnë, në fshat. Ende fëmijët atje më vjen mirë që e ruajnë këtë. Janë prindrit që shkuar e kanë dirë që kanë të energji. Tani nuk e dia e kanë me mua se jam Francit, e më kanë parë diku base. Krenaria e fshatit. Base jam krenaria e fshatit edhe bëjmë për këtë, por nuk do doja që ta bënin thjesht për këtë gjë. Por më vjen mirë sa herë i dëgjoj sepse jam të vegjël edhe ushqen me këtë kulturë që gjithsesi njerëzit duhen përshëndetur pavarësisht se ti nje apo jo. Ka një hipokrizi edhe në këtë drejtim për shkak të pozicionit, pra ndaj Alesias flasin, qoftë edhe komshin se na duhet nesër pas nesër na do të një gjë na zgjidh punë. Flasin ndaj Klaudios se nesër pas nesër do të çojmë kalamaj te teatri, ka një hipokrizi ndaj statusit të komshiut? Në fakt sot hipokrizia është bërë normale. Në fakt sot hipokrizia jo, po sa them ti, unë prandaj jam sot këtu. Kam bërë gjithë ditën çarafta që të vi këtu te Ermali, pikërisht sepse ndu fort. Ideja është këtu që për sa i përket hipokrizisë që është bërë normale, e shohim edhe brenda fisit. Pra njerëzit brenda fisit kanë një lloj formaliteti dhe njëkohësisht edhe një lloj hipokrizie për një pozicion apo për një gjë tjetër. Kështu që ta shtysh një hap më tutje që është komshiu apo njerëzit e tjerë nuk përbën më sot problem. Ka dhe një hierarki në pallat për të ditur që në kat 5 ke një drejtor, drejtoresh, kat 2 ke një sanitare, kat 7. Ka një dallavere pozicionesh dhe në pallate. Mendoj që në pallatet e reja përgjithsisht janë njerëz të cilët janë të gjithë të niveleve të caktuara, që munden të blejnë ato shtëpia, ato vende të caktuara dhe diku në nivele lëvizin pothuajse në statuse pothuajse të njëjta. Të rim pak të statusi kur erdhe nga Elbasani dhe ke marrë shtëpinë me qerat të ëndën, sa më mirë të jetë zotit i bëjmë bartë keq 3 shtëpi tjera. A pyete për lagjen dhe për banorët? Është një interesim si do t'i kem komshint, pra kur sot njeriu ble një apartament me qera, pyet për zonën dhe për banorët? Pa diskutim se personalisht nuk mund të jetoja në një zonë që nuk do më përshtateshëm. Ku nuk jeton dot ti? Personalisht unë kur kam marrë në fillimet e mia në Tiranë, ma që kam qenë studente, si gjithë tjerët, kam pasur shtëpinë afër Vasil Shantus për arsye se kisha universitetin. Baba im Ramet pas të u interesua që unë të kisha një banesë që të ishte shumë afër shkollës, sepse nuk mund të u shqetësonte, sepse isha vajzë vetë me motor dhe vlla nuk kisha dhe pa diskutim. Ishte në një qytet të ri, në një qytet që unë nuk e njihja dhe pa diskutim që ajo interesua që ta merrte o midis Vasil Shantus o komunës sepse ishte afër, qoftë edhe 10-15 minuta në këmbë që unë mos kisha probleme me oraret e shkollës edhe me gjithë shka tjetër. Sot që i rikur dhe je pavarur, kur ti kërkon një apartament, do të dish çfarë banorësh ke, kush hyje, kush derësh në zhargon kjo shpreha? Pa diskutim që po, dhe do kisha preferencat e mia pa diskutim për 2-3 zona të caktuara, sepse edhe statusit bën të kërkosh diçka më të mirë, sepse njeriu vetveti u vjen duke u përmirësuar, duke kërkuar më të mirën për veten, po pa diskutim edhe për familjen që do ndërtoj nesër bashkë me partnerin, sepse kush janë 2-3 zona të mira për të pasur një banesë dhe të amendsoshin të kenë komshit të mirë? Aty ku jetoj aktualisht faktikisht, Kodër Dyshi, është ambient shumë i qetë, është rahat, nuk është se ke zhurëm, ke hapësirë edhe për të bërë një xhiro ndarkët, në qoftë se ke dëshirë. Pastaj një zonë tjetër që liçeni është pa diskutim. Po ku nuk do shkoja, do të Ermal, faleminderit. Nuk do shkoja, janë shumë zona faktikisht, Kombinati, Alidemi, Astiri. Nuk do preferoje të jetoje? Jo, pasi unë zyrën e kam blok personalisht edhe nuk është... Nuk flasë për distancë fizike me punë, flasë për... Po, nuk do preferoja faktikisht jetoja për shkak të mbi popullimit, për shumë që ka Astiri si zonë, Kombinati për shkak mungesës infrastrukturës që e ka më të lënë, në Alidem nuk më lidh asgjë, për shembull është një zonë që nuk kisha se si tjetoja dhe pa diskutim këto 3 zona që janë Kodra, është liçeni thatë, pa diskutim. Janë më shumë përzjesë po, edhe afër aty që në blok që kam dhe punën, zyrën dhe gjithçka që merra. Franc, a mundet sot njeriu të zgjedhë zonën për shkak të merakut se kush hyje del në pallat, në lagje? Ka mundësi patjetër, pse jo, mund ta zgjedh. Unë jam një njeri që kur kam ardhur në Tiranë në 2012 kam jetuar aty ku
Alesja thot tani që nuk do jeton të kur, për shumë në Astir. Kam qenë në një kuptim si nga themelusit e Astirit. Njerëzit... Prim bi popullimit. Qartë, okej. Okej, në rregull. Përse kam gjithçka me njerëzit që jetojnë aty se del jashtë kontekstit, se këto deklaratat e mia praktikisht edhe politikisht si të dojë Ermali. Pare që këtë të komshia, e regullon edhe përdore. Si të dojë Ermali do të ta shënoj ty aty. Ne po flasim për komshin, ai do doj, si të doj të ta shënoj aty. Alesja nuk e do këtë zonën. Po, se... A unë djeve ti në presion, terror, në Astir, në fillimet e tua të Tiranës? Jo, ma nuk unë ndjeva fare, po në një moment edhe më morën këtë të makinës navigatorin dikur. Aty kuptova kur pas kam ardhur. Po ndodhi pas një 4 vjetësh që unë isha në Tiranë tani. Megjithatë, kam përshtypjen se dikur pak në atë zonë njerëzit ishin shumë të lidhur me njëri tjetrin. Me thënë drejtën dhe në Myslimshyrë janë dëgjuar shumë këto muhabete, se unë jam gosë Myslimshyri kur kam qenë, si me thënë, Po, stereotipet janë, Klaudia, kanë qenë stereotipet që kjo zona ka njerëz më të mirë, kjo zona ka një problematik. Po, është mbajtur, kino studio kombinat. Alesja do t'jetë korrekte thot mbi popullimi, po ka diskriminime edhe për mënyrën. Jo, unë mendoj që zonat e kino studios dhe të kombinatit përgjithsisht gjithmonë ne kemi parë në fakt dhe tek fëmijët, edhe tek kur them pa mundësia e prinderve që bënin maksimumin për fëmijët, por që nuk arrinin dot. Se unë në këtë sens e them, si më thënë, dalloj një zonë nga një zonë tjetër. Pra, kur je në qendër ti ke një nivel tjetër fëmijësh pikërisht sepse dhe prindrit janë të një niveli tjetër dhe të një mundësie për përkushtuar fëmijëve, ndërkohë që në këto zonat që janë deri diku periferi të Tiranës, tash s'ka kaluar Janë është bërë madhe. Se s'mund të thuash më periferi më, por që ideja kur janë zona pak më periferike ose më pak më ekstreme dallohet. Ç'më the për Myslimshyrin që jetë Francit edhe për Myslimshyrin jo, që ta më morën atë okay. Navigatorin. Ka ndodhur e njëjta gjë edhe në Myslimshyr disa herë, pra Myslimshyri është mbajtur një ndër rrugët më të mirë dhe mbahet edhe sot, si më thënë. Në Shqipëri, në Tiranë ndodhin kudo këto gjëra pa specifikuar zonë. Flas këtu para 10 vjetësh, nuk e di se si është tani ajo lagje. Jo, asu nuk e di. Tani do ta bëjnë cop pas hyrën kur të shkosh në shtëpi, kudo që të jesh me të që the pak po e sigurt. Tek Astiri kanë qenë faktikisht. Tek Astiri kanë qenë shfaqje dhe këtë drejt, aty ka vërtet shumë fëmijë, ka tani ka ndryshuar gjëja, po them se unë po flas në 2016-ën, nuk e kupton. Kurse tani nuk e di se si është. Klaudia, më përmendë pak fëmijët. Duket klishe kush e dëgjon, sot flasim për Dado, për vajza nga Filipinet, nga vende të huaja, po edhe ne jemi rritur, mami thoshte, mami të Francit mbaj pak Francin 3 orë, apo mami të Alicas. Sot është shumë përgjithësi ti besosh fëmijën komshies? Mendoj që tek fëmija duhet mendohemi 2 herë. Jo për faktin që ti do kesh një komshie jo të mirë, por për faktin që mënyra se si sot edukohet fëmija është në mënyrë, më thënë, shumë më tepër specifike. Ne kemi qenë një gjenerat që nëse edhe në mundrini me komshin, me prindin ton, me njësoj edukoheshin, kishim pothuajse po të njëjtat kushte. Gothat e tua kanë ndetur mes komshinëve, i ke besuar te komshinët në raste të specifike? Një rast të vetëm që kam pasur një fatkeqësi, ja kam besuar komshies time vajzën e madhe dhe me shumë, si më thënë, sepse ishte familje, i kam kthyer në pjesë familje. Ato 2-3 komshinj të afërt që i kam pasur në pallat, i kam pas pjesë të familjes time. Kështu që mendoj, për sa i përket rritjes, sot është vërtet një problematik e madhe, sepse unë mendoj gjithë secili prej nesh nga prindrit ka një formë të vetë, një mënyrë të vetër për të rritur fëmin. Jo se nuk kanë pasur prindrit tanë, por po e them dhe njerë, ne jemi rritur në kushte shumë më komode, do thoja, ku rrezikshmëria ka qenë 0, ku komshiu ishte tamam pjesë e familjes dhe mund të lije shumë të tepër, më thënë, ishte shumë më gjerë marrëdhënia, ndërkohë që sot, një komshi dhe mund të ta marrë, mund të thotë po, ndërkohë është në celular, është në ato kohë, Klaudia, apo do me thënë, kur thua që sot është me sikletshme për mënyrën se si rriten, atëherë nuk ka pas informacion, apo ka qenë besimi më i fortë? Besimi ka qenë besimi më i fortë ndaj komshive. Rrezikshmëria ka qenë 0 në atë kohë. 0. Ndërkohë që sot ti ke frikë edhe vetë, më thënë je në siklet kur mban një fëmijë apo kur merr përgjegjësinë një fëmijë. Sepse çfarë do gjëje mund të ndodhi. Plus i pastaj i futen edhe këto formatet, si të tham edhe një herë, që detajet të tjera dhe për fëmijët dhe për ato që ti e lë dhe dashje pa dashje, si më thënë,
vend vëmendja është... Duke çuditshme nëse Alisa të thotë të lutem a mbaj pak gocën sot, çfarë do bëje? Unë do bësha copa se më kanë lënë fëmijën, dhe duke qenë teatër kukullash, e kam vënë në gjumë, i kam kënduar Nina Nana, i kam treguar prallë, unë si Klaudia. Është kërkesë se ekziston sot, apo ka ende njerëz se mund ta bëjë? Më ka ndodhur, siç ka ndodhur një herë që kam lënë komshirë, më ka ndodhur me një vajzë që kishte ardhur jashtë, do shkonte tek mamaja e saj dhe kishte harruar kuletën në një vend. I thash ma lër vajzën mua, kuptohet ai dinte që unë isha një zonjë në pallatin e mamasë së saj, jo që më njihte mirë. Edhe i thash, ma lër mua, jam kati, ja bëra gjitha shpjegimin, dhe thash, ik vrap mbaro punën me kuletën, vajzën ta mbaj unë. Por që është rrezik në ditë e sotme. Ja tani pyes Alesian që për ty varëse na bëri namin, jo më të diskutojmë në nivel fëmijësh. Këtu gjërat ndryshojnë, se ne jemi rritur, ju e del tek shtëpia e Klaudias me dy hapur. Jam beqar edhe nuk është se jam bërë nën, edhe nuk... Nëse. Jo, unë thash nëse, në këto hyrje dalet. Ti je rritur besoj, ke hyrë të komshjerët e Elbasan? Po patjetër. Besoj ke pasur ndonjë... Patjetër, për kemi pas shtëpi të ngjitur dhe ka qenë besim tjetër, kohë tjetër raport, për shumë në Tiranë, qofse do kisha fjala bie e fëmin, do ja lja mamas time, nuk është diçka shumë e shenjtë, siç thotë edhe Klaudia, dhe është vështirë që t'ja besosh dikujt tjetër, sepse fëmia do kujdes vetçan dhe pa diskutim që për t'ja lënë dikujt duhet të jetë një personazh shumë i besuar afër familjes tënde ose vet familja jote, vet gjaku jot, se në të kundërt nuk mund t'ja besosh. Kemi pasur ne një fëmijëri të bukur me këto hyrje daljet, si e shikon ti? Patjetër, kemi pasur një fëmijëri të mbushur... Gjë që ne kemi përjetuar që këta sot zoj përjetojnë? Patjetër, kemi pasur dashuri, kemi pasur më shumë afrimitet, kemi pasur lojra, kemi pasur shumë çiltërsi, për shembull ta krahasosh periudhën tonë me brezin që është tani, pa diskutim që fëmijët rriten më të vetçuar, më të distancuar. Fëmijët s'kanë fëmijëri. Nuk kanë fëmijëri më saktë, edhe i ka humbur ajo pjesa sot fëmijët, unë i shoh më shumë në telefon, në tabletat, cilat ato kalojnë pjesën më të madhe të kohës, kurse neve kemi pas luajtur me top, edhe akoma me shenja më jemi, akoma jemi me shenja. Tatuazhet tona janë gjunjët e fëmijërisë. Ishim të lumtur në kontekstin aty të lagja, ishim gjithë njësoj, kurse tani ndryshon, ka ndryshuar, është bërë më komerciale gjëja. Francë, mos pyes dhe ty për fëmijët, se do thua asun nuk i kam, edhe e kam të informacion që ende se ke ndoshta në Amerikë edhe ke bërë ndonjë gjë e ne nuk dim që ke një asun se di nëse. Po më trego tani për këta Amerikën e ftohtë e të largët, a e kishin në shqetësim familjarët e tu, babos do kesh njëri afër se familja jo. Kur nuk e familjen, thonë që familje në thonjza të bëhen fqinjët. E beson që mund të bëhen të afërt? Po, e besoj, por në rastin tim konkret, ati familje u bën disa njerëz që ishin shqiptar edhe që falë Zotit që u gjendën në atë moment. I pare njëri ishte Jonka, që ti e nje, që ishte shoku im, prej vitesh tani, një nga mishtemi më të mirë. E kelen Andej Jonkën? Andej kam lënë dhe a i ngeli Andej, a i e kështë ndarë mënde, njësi puna ime, shko se do iki njerë dhe kështu me radhë. Dhe është mirë kur ke një njeri me cilin ndanë ditën tënde, jetën tënde, sepse ne ktheheshim bashkë nga puna, ditën e kalonim bashkë kur kishim pushime dhe kështu me radhë. Pastaj gjeta dhe njerëz të tjerë, këto zonja nga Shqipëria që thash që jetonin atje, ishin zonja në mosh, pinin kafen dhe ishin shumë të respektueshme. Gjeta një mik të familjes time nga fshati im, i cili kishte vite që kishte ikur në Amerikë, dhe më mirëpriti shumë mirë dhe unë ndjeva... Çfarë ka Blendi Fevziu më shumë se ty, se ti mund të kishe bërë 100 rilse me gjithë shqiptarët atje? Po, hafsami do ishte. Ja ku jemi, $250,000 fiton. Mbledhur gjithë shqiptarët të bënin video me ty atje, do të ishte shumë e bukur. Pas ke qenë me shumë e fat. Shumë e fat kam qenë, edhe një zotëri që më ndihmoi jashtë mase shumë, Korçari, i cili kishte 25 vjet pa ardhur në Shqipëri. E gjetë ti? E gjeta atje. Mos më thuaj që të lash shtëpinë e Korçës ta besoj ty. Jo. Por gjithsesi më ishte një njeri me energji shumë të mirë dhe ka respektin tim gjithë kohës tani dhe mezi po presja ai të vikë në Shqipëri dhe ta takoj. Ja kthesh mbrapsht. Çfarë do thoja tjetër mos e bëni nga mendja? E di. Po e lexoj në mendjen tënde. Mendjen time? Në Amerikën në çdo vend një zhurmë të vogël, o bobo komshia, o bobo polici. Pra është disiplina që kanë ata ndaj komunitetit, gjën më të vogël të çuditshme marrin policin, të vjen policia qoftë edhe pse ke ngritur pak rihanën. Po. Në Shqipëri, të marri Klaudia policinë sa Alesa bën zhurmë është e papërceptueshme. Më le të bëj thot polici se është i ri. Jo, kanë filluar në çik tani që... Ka filluar? Po, kanë filluar në çik. Aty tek zona se zona e bllokut dihet bë.
Unë nuk kam bërë kur, sepse edhe pse jam zonë shumë e zhurmshme, edhe pse ka shumë muzikë, edhe pse ka shumë koncerte, unë i preferoj, dhe me thënë, edhe nga shtëpia, unë kënaqem. Do kishe bërë një denoncim nëse, për shembull, Francin që e sheh për ditë, nuk e shikon disa ditë rresht, thua ku është ky djalë. A do kishe denoncu në policinë nëse Alesia e kthen shpinën e saj në një parti private? Ke i përgjithësi qytetare si që jashtë kanë në çdo rast? Në normale... Qoftë për një parkim gabuar, komshia thot, Alesia ka zënë vendin tim me policinë. Për parkime kemi bërë, sepse në ka vënuar një parkim i futur në garajin ton, fare, si me thënë, pa njoje, pa dije, pa gjë, dhe kur je për nëzitim, për të mbaruar disa gjëra, pa diskutim që merë policin për të zgjidhur gjën, jo për individin, por për këtë problematik që, si me thënë, dikush, pa fare pas një lloj përgjegjësie kishte lënë aty makinën. Në raste të tjera, unë vetë, për muzikën e për këto s'ka marrë as edhe një herë, nuk më ndodh mua, por që ka ndodhur në... Ja shtetit bësh me përgjithshme, unë e di përgjithësinë tënde, po flas në tërësinë e shqiptarët, kemi frikë jashtë nga policia e komshiut? Unë mendoj që një shqiptarë fakt funksionojmë ndryshe jashtë dhe ndryshe brenda. Standarte. Kemi të gjitha rregulla pra në ato makinat që lëvizet, andej shpejtësia, më thënë këto mosilet, kjo mosilet, kurse këtu në fakt lëshohen të gjitha frerët, me thënë drejtën. Mos ka se në Shqipëri. Ndoshta është kjo hasemi tanët, por që jo gjithmonë është në të mirë. Alesia, me marë policin telefon për një komshi jo korrekt? Unë se kam bërë kur, faktikisht, sepse nuk është se dhe më ka ndodhur që të më shqetësoj faktikisht komshiu, po edhe në qofë se do bënte një parti për shef, prap nuk do ta merr. Nuk do e bëje? Jo, nuk do ta bëja për shkak... Po do isha mërzitur se s'më ka ftuar. Doje të flije për shumë. Do isha mërzitur që s'ka ftuar, po. Apo e ke bërë në Amerikë? Dëgjoj se mos është bërë ky me amerikanët. Ke denoncuar në Amerikë në një komshi edhe në snajper? Po jo, Markush, isha unë më rërmaj që të merja njerëzit. Rio ha bukën tënde atje në mes Amerikës. Shikon që ne jemi rritur me këtë, shiko habitatin tënde, ratin tënde. Po, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, paktën edhe andej. Nuk është se kam rasticur në situata të tilla, por e di që funksiononte, është kjo që thot Klaudia. Njerëzit janë shumë të ndërgjegjshëm për vendin ku shkojnë dhe për të gjitha ligjet dhe rregullat që duhet të respektojnë. Po mirë, se tani kur shkon te shtëpia komshiut ti do rrish mirë, shtëpi tënde do rrish si do të jetë. Jo, rregullat janë rregulla. Unë mendoj që neve brenda vetes duhet të ndërtohemi mirë në sensin që kudo që të shkojmë të ndjekim një standard. Jo, të jesh më komod, të bën edhe por përfitet për rregulla që ti atje i mban në ekstrem dhe po i prish. Në Gjermani ti je shumë e mirë dhe në Tiranë jep gaz makinës, bën parti. Shiko, kjo ka të bëjë me ndërgjegjen tënde qytetare dhe individuale. Që është masive apo është individuale? Është individuale, nuk mund të jetë masive, sepse çdo person mban përgjegjësi për veten e tij. Tani, nëse një komunitet bëjmë 5 personazhe gabim, ti nuk mund të fajsosh gjithë komunitetin, sepse ke 5 personazhe që këtu nuk respektojnë rregullat edhe nuk për rregullat po flisnim. Ja shteti respektojnë, po kuptim. Dgjoj, Alesa, ke edhe në Tiranë raste pafund që zihen edhe për lekë aksensorit. Prandaj të thash kjo ka të bëjë me ndërgjegjësimin që kanë qytetarët. Për shembull, ne tre që jemi në panel, si në Shqipëri, si jashtë, do i respektojmë rregullat se kështu jemi gatuar ne tre. Jo, ti fol për veten se Klaudia dhe unë dyshoj, ne kemi qenë të thyejmë rregulla. Në kontekstin nuk na një fare, Alesia. Në kontekstin të disa personave pastaj që janë pa përgjegjshëm, ato pa diskutim që mbajnë përgjegjësi për veten e tyre dhe japin në grupin tonë. Jo, ne të përgjegjshëm tha po rregullat i thyej. Futeni në WhatsApp Alesia, kemi disa shprehje, do më thoni nëse jeni dakord apo jo. E nisim me Klaudion. Klaudio, shprehja e parë për ty në lidhje me komshin dhe jo vetëm thotë. Lexojmë tani çfarë kemi për Klaudion. Ku duash ti ta lexoj dhe unë kam për detyrë për të paguem. Shqiptari me komshiun ka një marrëdhënie interesante. Kur grindet bëhet histori, kur pajtohet bëhet legjend. Shumë e bukur. Po që se kisha dëgjuar në një. Të lutem, u zura unë e Klaudion ta marri vesh gjithë Tirana. U bë ajo. Kur pajtohen pastaj ti... E kam vlla, e kam shpirt, e kam jetë. Ku kasja ime. Në parim jeni në rregull juve, po. Që se kam bërë një herë vetë dhe nuk di të ta them konkretisht, por që në parim jeni në rregull. Grinden ende komshin, ka njerëz që grinden seriozisht? Po, dëgjoj, njerëz që grinden me rrobat e trupit të tyre se kanë për gjë fare të grinden me komshit. Dhe kudo gjenden këta njerëz që nga hiçi mundohen të sajojnë problematika të ndryshme. Kështu prandaj po them, se kisha lexuar në një herë të shprehje, është shumë e bukur, mua s'më ka ndodhur dhe nuk kam ndërmend ta bëj edhe nëse do më ndodhi, por që më pëlqej ka shumë. A do kërkoj lek borxh te Klaudia komshie?
Lek borxh jo. Jo? Te komshia jo. Do jepje? Kos po. Kos po, se ta Po kos lek dua. bëhet fjalë? Ja, lek Jo? jo. As të kërkosh, as të japësh. Jo. Jo, besoj është një gjë shumë që nuk mund të jetë kaq si më thënë me komshin. Kaq afërt, kaq e ngushtë. Kaq afërt, po, ajo kalon pastaj në marrëdhënie të tjera me atë njeriu. Ama nëse ke një komshi që ke vite që e nje dhe ke... Po një emergjencë... Dite taj, ka ndodhur, Klaudia, që janë ndihmuar financiarisht familjarët komshi? Një emergjencë mund të kesh, mund të ketë një emergjencë të vjen të kërkon, se nuk të... Po ku e nisa u fjalin pe korçe, ku t'jep gjë një korçar? Ky nuk të jep nga... Të jep Alesia ndonjë gjë? Ideja është genetikisht, kjo si do të njerë. Jo më kisha në koncept. Pipiste, ky është lajmi, ti jep lek nëse një komshi të kërkon? Pa. Seriozisht e ke? Patjetër. Ti as 50 euro nuk të jep, jo? Ti jep? Patjetër që t'jap. I jep. E të shmonë si një moment të rëndësishëm në raportin e fëqinjësisë? Patjetër, unë dhe në shoqëri jap, edhe... I jep dhe ti kërkon gjithë javën pastaj? Jo, nuk jam ato. Mendoj që njeriu duhet ta ndihmosh në momente që ka nevojë për ndihmën tënde dhe pa diskutim duhet t'i gjendesh pranë edhe me sa të mundesh, se nuk po them kontekstin se s'mund të kaloj të blej një shpinë në Dubai, por ai sa e ka mundësinë për ta ndihmuar do bëj mirë. Por mal ja i dha shumë për shembull ca leka të ja iku nga lagja ai çfarë të bëjmë? Po te besimi e nisëm. Ne ja po nuk e kam problem. Ne nisëm emisionin me besimi faktori kryesor. Nuk tham që di në rrugë dhe jep lek. Nuk tham, nuk e tham që di në rrugë dhe jep lek. Pa merak. Nuk e tham. Jo, okej, po se di pak nga zgocave të mbytën tani. Po pak nga korça tani, pak i themi dhe për lek të japësh lek pritani. Njerëz mos i dëgjoni se ne jemi dorëlëshuar në Korçar. Ja ta rregullojmë situatën. Shkoj pak te shpreha e dytë për Francin nga shqiptari me komshiun legjenda dhe historia. Çfarë thot për Francin, pastaj për Alesian. Komshin tanë e kanë një zakon, na duan shumë kur jemi të dobët dhe na respektojnë shumë kur jemi të fortë. E vërtet është kjo shumë dhe më kujtohet madje një shprehje tjetër me këtë që shikon komshiun që ka bërë një baçë shumë të bukur me lule, me trëndafila dhe me kështu dhe thot në fakt nuk thot atë tjetrën që është e mendësie kjo që sa bukur e ka bërë më ka frymëzuar edhe mua që dhe kopshti im të jetë kaq i bukur, por shkon edhe ja prish atij se thot jo, duhet ta ketë më keq se sa unë. Kështu që kjo është e vërtet, është një çik çështje mendësie, kulture, mënyra se si. Prandaj unë pyeta Alesia që a respektojnë për shkak të pozicionit apo Klaudios kur i thash për fëmijët se njerëzit e lidhin me statusin. Shkojmë tek shpreha e Alesias, se mos më keni marrë ndonjë shprehje nga Astiri se ju griva. Kaq po ju them. Lexojmë shprehjen. Kjo shprehje nga Astiri. Për Alesian kemi komshiu mund të mos të doj, por nuk mund të të shpërfjell. Kjo është nga shumë e bukur faktikisht. Dhe që nga fix një shprehje për mua. Se detyrimisht nuk ka se si më shpërfill, sepse unë gjithmonë, si që e thash në fillim të emisionit, e them edhe tani që edhe kur komshiu shpërfill, jam unë ajo që e përshëndes. Kështu që në këtë kontekst vlen kjo shprehje. Mund të jetë si kur e fjalë për ta mbyllur bisedën që si do të jetë Franci ti bëj të mirën tënde, ti bëj hapin tënd. Pa diskutim, ti bëj detyrën tënde, që ke me komunitetin, bëj mirë dhe mos prit që kjo e mirë të të nëse do ma kthej Alesia apo jo, e kuptova. Mos prit të ti si e shtrego veten kush je dhe lër tjerë tregojnë kush janë ata. Më thon tani nga regjia që ka kërkesa nga komshinë tu për lek, me që je hapur të japësh dhe të mos presësh, kështu që ju lutem në radhë e Alesia se do të kemi leka pafund. E morën vesh, ishte tek dyshi, ë? Edhe adresën të gjitha gjërat u hodhën dhe GPS-a do të... Dhe jemi shumë të qartë. Klaudia, I love you, faleminderit shumë që në program. Gjithashtu të dua fort edhe mbarësi. Si gjithmonë do do ta gjejmë nusën, do ikim në Amerikë, po do të martojmë një herë, pastaj të shkosh në Amerikë. Një sekondë të dasma do jemi, një sekondë tani jemi që jemi. Ku mera ai asnjëri s'mera, ai do martohet edhe kaq. Si jemi patjetër. Si jemi. Ja, kështu siç jemi. Ka që për dasma ti? Jo, po a më thatë që do na ftosh. Juve një herë patjetër. Jemi pak po e sigurt. Alesia, faleminderit që ishe në program. Për mua ishte kënaqësi dyfish, sepse ishte një bisedë ndryshe nga intervistat që unë jam mësuar gjithmonë t'javë Po ti tani lagje na i tregove, parat na i the, jemi në rregull, lajmi kaloi. Unë ju falenderoj shumë që ishit në program, ne do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi në më pritë dielën. Mos u largoni.